pagesave. Në vitin të kaluarëm, kujtohet bashkë me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, dogonën, dhe atë kënd kishim një çështje që u lidhej me disa pastore ku dyshohet se bashkëpunëtorët të Serbisë, të cilët punonin për llogarit BIAS, shkonin në këto lloj lojra fatish, merrnin dëshmi se gjëra kanë fituar vlerat e caktuar dhe policia kur i kanë ndaluar në rrugë, kur i kanë pyet për mjetët të cilët i kanë poseduar mbi 10.000 euro, i kanë arsyetuar me kuponat të cilët i kanë fituar gjëra në lojrat e fatit dhe më kujtohet rreth veçantë ka pas një pikë e lojrave të fatit në Graçanic, ku shumica e personave të cilët kishin nevojë që të kenin para në duart e tyre për të kryer pagesa kundrejt bashkëpunëtorëve, informatorëve, përdorin pikërisht të kupona apo këtë dëshmi se i kanë fituar si llotari, ka qenë ato lojra që nuk kam shumë njohuri se si organizohen. Janë disa gjëra, disa kampione që duhet trajtuar në aspektin e inteligjencës. Çështja e spionazhit është diçka shumë në aspektin e sigurisë, është njëra ndër veprimet më komplekse operative. Dhe parë nga ky aspekt, për shembull, cilat kanë qenë safe house, neve kemi thënë se këta persona i kanë dhënë informacionet për shërbimet sekrete edhe në territorin e Republikës Kosovës, referuar të akuzës. Pyetja është kush kanë qenë safe house? Vendet ku janë bërë takimet, çfarë janë ndërmarrë veprime konkrete nga institucionet e Republikës Kosovës kundrejt pronarëve të shtëpive apo banesave ku të kanë kryer veprime operative. Pastaj ku janë ata? A janë eliminuar? A ka rrezik? Ju kujtohet kur pak para këtyre arrestimeve ishte një vend dyshim afër një stacioni policisë në Kosovë ku dyshohej se kishin kryer veprime ngjashme spionazhi. Janë shumë çështje kur flasim për spionazhin, flasim për sigurinë kombëtare. Prandaj duhet të kemi qartë, po le të mbesim konkretisht tek kjo dhe tek ngarkesat. Tek ngarkesat e fundit me Elezën, dua ta bëj një lloj ndërlidhje me juve dhe me mysafirët këtu në studio. Çka nëse nuk do të publikohej kjo? Qëtë nga mediat dhe detajet të tjera, ose çfarë nëse nuk do të kishte veprim të institucionet e Kosovës, cili mund të ishte implikimi në kuadër të dhomave të specializuara edhe procesit gjyqësor